çdo herë vina me shpresën që diçka ka lëviz nga pjesa e komplet opozitare. E vërtetë është që qytetarët presin që ne në ofru zgjidhje, nuk është që kuptimi ne nuk kemi bërë lëvizje në këtë drejtim, ndërsa do të kemi lëvizje atë ku kemi reflektim të partive politike që deri sot kanë refuzuar me aprovu komisionin përmes të cilët ne mundemi me hi në pikën tjetër pranikut që është procedimi i kandidatit për këtë afikat. A keni arritur gjatë me arritjen e një marrëveshje politike qoftë në parti qoftë në termin individë, po përmendet që është pas lëvizje edhe me individ deputet të saktë. Tash në vazhdimsi ka komunikim. Nuk jam prej atyre që kam fillu biseda ose komunikime, po në rastin do të ndihmë të rrafë me secilin prej deputetëve që deri sot nuk kanë votu komisionin, unë thjesht kisha me bënë një pjesë të argumentit ose shpjegimit pse është e rëndësishme për Kosovën, që Kosova me pas kuvend edhe në një afat tani më të shpejt kohë